Përshëndetje miq të emisionit 05, është nasi e veçantë që po takojmë edhe këtë të shtunë dhe shpresoj që të jeni mirë. Këtë të shtunë në studion e emisionit 05 e kam artistin Eli. Mirë po krejmë fillim të emisionit. Një falenderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besneke, ata janë Bas Market, Exo Insmi, Nea Body Center, Heps, Dr. Smile dhe Urban Style, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Ashtu siç e paralajmërova, pranë vetes kam Elin. Eli, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën e emisionit 05. Faleminderit për juve që më keni ftuar. Kënaqësi. Keni një emision shumë të mirë, edhe ju Faleminderit shumë. Suksese shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi. Eli, po e fillojmë kështu. Në skenën tonë muzikore, kohëve të fundit janë rikthyer realisht në trend goxha shumë albumet. Na trego ti si një artist si po i sheh këto albume dhe çka mendon pse u rikthyen prapë në vendin tonë, në skenën tonë? Po, albumi është një san i mirë për një artist. Është një pasqyrë e mirë me treguni karrierë që ka, domethënë edhe i vjen normal që edhe për koncerte sane me pas material më shumë. Është san i mirë. Ashtu mirë, po nuk është se ndoshta këtu 5 vitet e fundit realisht nuk janë prodhuar shumë albume. Kanë qenë një artist dy ndoshta që kanë publikuar, ndërsa më shumë kanë pas solo projekte. Po, çfarë mendon, pse ashtu? Normal hip-hopi tash edhe u bë më komercial. Komercial. Edhe e kanë ndiku pak, njerëz që fokusu domethënë më shumë videoklipe individuale, apo jo me bëu diçka album ose për shembull në farë çapo di në farë bashkëpunimi më të madh diçka nëse. Ashtu e përmendet që hip-hopi është komercializuar. Po. Çka mendon? Pse i shtyu artistat ta komercializojnë realisht hip-hopin? Po na edhe pak trendi botror. E ka bot vetën, domthonë gjithkohë u bë kjo farë trendi. Por edhe besoj që ndoshta ka pas edhe nevojë pak. Ka pas nevojë? Ka pas nevojë pak me bë pak më për krejt me ngu, apo. Se normal hip-hopi është pak më i rëndë, është i rrugës, edhe e ka ngu një pakic, për shembull trit. Tash komercialin mund me ngu edhe familje ose diçka, apo. Ti personalisht muzikën komerciale, sa po e përkla? Nuk është që më pëlqen shumë. Ma shumë kom qef me bo një hip-hop real, po që me bo tash duhet me njek që ato që është orë për krejt. Ashtu, të flasim tash më pak për ty. Kohëve të fundit dim se bashkëpunon në studion e Don Arbas. Na trego pak më gjërësisht për audiencën e gjerë, tash e so ku bashkëpunon te kjo studio edhe pse pikërisht me Don Arbas? Don Arbasin e kum njoft edhe në fillim. Domethënë që ka knu, ka bo hite, edhe normal që gjithmonë kom dosh me dikën që më përshtatet, apo edhe është djalë i mirë, përshtatet na shumë mirë me ta, edhe mendoj që është prej producentave që ka bo hite shumë. Ashtu. Edhe që aty nashta i kom besu pak që mundet me bo diçka edhe për mua, edhe ka bo, sigurisht që ka bo. Po tash e so ku je me ton bashkëpunim? Don Arbasin nashta i ka një 3 vjet, po besoj që i ka 3 vjet. Sa projekte i ke realizuar te Don Arbas? Don Arbasi një 10 projekte nashta janë. 10 projekte. Po. Apo më tregon si po ndihesh në këtë studio muzikore, pasi që realisht je tash 3 vite, po besoj po kalon mirë, është energjia e mirë në studio. Don Arbasi nuk e kam veç producent, po e kam edhe shok, apo. Me ta kënaqshna me ta, apo. Sigur normal me një shok që ke nejt një kohë gjatë, apo. Çashtu, vële kur e bëjmë projektin, shkojmë bashkë në studio, e këshyrim ma përna pëlqena në qa u bot, edhe nëse vendosim me bo, e bëjmë edhe. Ashtu, do më thonë pasi që keni edhe shoqëri, puna profesionale në studio edhe shumë e lehtë, po besoj. Shumë e lehtë. Edhe jam shumë i lumtur me ta. Ashtu, Eli, apo më tregon, tashmë ka diçka të re nga ti, je duke përgatitur projekte të reja muzikore për sezonin veror, do ketë diçka nga ti personalisht? E ku mendu si vjet edhe në albumin, po nashta të këshyrim jena të punu në drejtim, nëse ke mundësi me mëri, do më thonë, se albumi lypet shumë punë, Ashtu. edhe nëse ke mundësi me mëri, do më thonë, dhe në fund të verës, e publikojmë, nëse jo atëre me shty edhe pak në ka lidhje. Apo më tregon se ke mendu albumin, sa projekte brenda një albumit mendon se duhet janë? Ose ti personalisht, sa ke përgatitur? Unë mendoj që për veti, ku mendu 10 projekte. 10 projekte. Do shta një 4 ose 5 me videoklip, Po. tjerat
normal kështu. Gjysma me videoklip, gjysma pa videoklipe. Apo më tregon cilat janë tematikat e këngëve, se po besoj pasi që e ke menduar albumin pak a shumë e din çka ke përzgjedh. Po, Janë një stil ngjashëm apo ka laramani brenda të albumit? Stilin tem, apo bëdën, nashta hip-hop, ka me pas disa komercial, bashkëpunime ka me pas. Edhe bashkëpunime. Po, edhe bashkëpunime të këshyrim tash me cilin raper ose këngëtar ose këngëtare, adin që mund në... Nuk është përzgjedh domethënë as një bashkëpunim? Që mund na zbulosh as po don me na zbulu? Njëherë pedo si sekret, apo din? Në Ashtë rregull. na i bashkëpunim ma i madh pak. Apo din, me dikant që është ma jenë tash. Domethënë Po menajmë që ashtoj. po premton Nëse është- bashkëpunim me dikant që është në vendin tonë. Po, Momentalisht. Po. Nuk po ta kërkoj, por sipas teje, kush është ten momentalisht? Kush po e mban ndoshta Tregun, po menon në hip-hop apo në hip-hop? përgjithësi kështu? Në hip-hop. Nëse nuk e ke tash. problem, se di që Jo, nuk e kam problem, po unë e menoj që nuk oro asnjëherë është Geto Gjizi, Geto Gjizi. edhe është e bo albumin shtash. Ashtë. Ka me konë super album. Nga sot data 5 që Ka me është kon- realisht, Ka me ka konë, fillu publikimin e albumit. po, pe dotës 5, më duket Po, që nga sot. publikon, Po. Ashtu. Edhe besoj që ka me konë një farë kthese shumë e madhe në hip-hop. Kthejës shumë e madhe. Po, kthesë shumë e madhe se ka me bo do sene që nuk jeni kogja matë, abden. E the që kthejës. Do me thonë Po. që i ka mungu skenës tonë Po, hip-hopit po, i ka Geto Gjizi. Po, sigurisht. A i ka njës, dhe më thonë, a i menaj që ka me bo kulmin. Në rregull, kur jemi te kthejësat është e pamundur me ikë edhe reperit Fero. E ke pa që ka paralemru rikthimin e tij në skenën muzikore? Po, i kum po do sene në TikTok që kanë dalë, si cilë e ka për vete tash. Çka mendon? Njëherë A ka është dalë, dashur të rikthehet Fero në hip-hop qëre, pas largimit të tij? është një sens që ajo është i ri, abden. Edhe për me lonë muzikën, një sens që ja ke njës për fmi kër e konë, abden, e ke dasht. Me lonë për njëherë është pak e ronë, nuk është e letë. abden. Ashtu. Po nuk mëj me thonë as ka bo mirë, as ka bo keq, abden, se cilë e ka ato dë vetën, po edhe nëse u këthy si cilë e ka për vete, abden, në është ta bon mirë. Po jo, unë si kisha preferu me bo asi kongë që shka bo ma herët. Realisht e ka Me hi ashtu që në të farë, normal me kru, abden, me bo një farë. Hip-hopi mas ja ka njësë dhe mu falë, abden, ja ka ti po njësë. thonë një rikthim pak më të qetë, më të butë. Që ashtu i shko ma mirë. A ditë që njerës mos me menu tani që qa boni, abden. A mendon që audienca do ja fol, sipas teje, pavarësisht i kërkojnë folje që përmendin pa qenë prezent, por pasi që hine vetë rikthimet Geto Gjizin e përmende, nuk mujta me ikë edhe Feros. A mendon se audienca do ja fol ndoshta njëherë distancimin e madhe dhe rikthimin pas 2 vite, rreth 2 vite nëse s'gaboj. Ka komenta aty, morët pe njerit, tash normal, tash ka ndryshu në ashtë edhe shoshnim pak. Ashtu. Okej, ata njerës për shembull që falen, abden, normal që nuk e presin mirë. Po. Për shkak që normal Islami ndalon Po. muzikën. Një kohë, nëse nuk gaboj, ke pauzu edhe ti me muzikë. Po, Mirë po ti për arsye tjera. Po nashta edhe unë pak jem lidhë me qëta, se vetë jam edhe besimtar, abden, edhe Do me thonë ka nashta qenë pak edhe qaja, pak shëshnia, pak rrethonat. ka qenë arsyeja e njëjtë Ka sikur- shumë arsye, atë nuk do me thonë që është definitiv, do me thonë veç për qita, po normal, ka dhe sane tjera, shëshnia e sane, qa pa di. Tregom çysh e vendose ti me u rikthi. Ose kush është ai që të bindi ndoshta? Se di, nashta vetë që ashtë, vetë nashta ja kum nis, pak edhe Sherif Pacolli, Sherifi Worth të one, edhe jem njoftu me të, e tane ja kena nis pak me bo laf qështë, edhe më thanë nesja, tu e provu janë nisa u ktheva. Ashtu. Eli, une na jemi në qytetin e Ferizajt dhe kam të pamundur me të pyet pak, pasi që po flet pa problem për gjithë artistat, Po, pasi që jemi në qytetin e Ferizajt, e din që kemi goxha shumë repera, ka, edhe gjithë secili më i suksesshëm se tjetri. Po sipas teje, nëse ta kërkoj një radhitje,
Është fjala Tash, për maj- mozik gete një buta. Edhe dyton. Tash ti me dytoni Po, këto. Pavarësisht që stil tjetër, po janë të mirë, krejt janë të mirë, kanë bërë karrierë të mirë, shumë të po një mirë, radhitje prej elit. po si mbas suksesit, për shembull, që kanë bërë, nashta muziki është i pari, Muziku, okay, në rregull. që më pëlqen, abëdën, dytoni, Dytoni. I janë dyti. getin një buta, abëdën, që ta menaj Gete një butën si njëjtë po i lën? Getin një para butës, nashta, abëdën, si cilë e ka të marrë shijen e vetë, po unë e menaj që ashtë. I radhit realisht, po nëse të pës, një bashkëpunim me cilin do e bëje? Pe i këtëve... Katërve, po. S'po di, Veç një, tash nuk i ki 4 bashkëpunime, veç me njërin cilin e kështë vërzim. cilën e kisha përzgjedh. Nashta mu kish përshtot, nashta në tash edhe komerciali ma shumë, nashta 2 toni. Me 2 toni. Po. Mendon që përshtatësh më shumë ato dhe më lehtë. Këshire tash, a i bën këtë tjetër stil, unë e tjetër stil. Edhe një mix, kombinimi Po, mirë. mundet më bo, i them, sa një interesant. Po. 2 tonin e kisha zgjidh për stende, abëdën. Në rregull. Eli, unë po du me u kthy edhe pak tek albumi. E përmende se do janë rreth 10 projekte, Po. 5 me videoklipe, 5 pa videoklipe. A mendon që vendin tu ndoshta një projekt, nëse nuk është me videoklip, e penalizon për sukses? Si e shete këtë pjesë? Po, në kohën kur kum knu, në më thonë, para 15 vite, atëherë u dol një videoklip edhe ka dhejz me një herë, abëdën. Ka dhejz se që ato njerëz që kanë këshu në televizion. Ashtu. S'kena pas Facebook, Instagram, ata është po doli videoklipe në stop. Që atë për shembull nëse ke bo, e ke dhes. Po, kur u doli edhe një këngë, për shembull pa videoklip, nëse u konë e mirë, ka dhez. Apo Ashtu, ka hez, po. për shembull, ka raste, për shembull, Get për Gjizi, 2 po 2, këta shabëdi, këta referat e vjetër që janë, Ashtu. kanë bo këngë, për shembull, pa videoklip, po ju kanë ngu shumë. Edhe bile dhe sa të Skillsat kanë qenë. po skillsat, po ka plot repera që e tash kanë ndryshu për shkak që është pak më ndryshe tash, domethënë videoklip me bo shumë thjesht. Sa është e vështirë, komplet, krijimi një këngë, realizimi videoklipe, ty personalisht, sot në arko, edhe sa është e latshme për ty? Për me bo një projekt mirë duhet pak punë. Duhet me pas një farë koncentrimi, kogja shumë. Edhe më mënu tash për shembull me njek tregun me këqyr që apungohet ma shumë. A di që jo veç me bo veç për veti, po me mujt me bo dhe për tjertë me ngu. Nuk është letë. Nuk është lehtë. Ja, nuk është letë, se lypët në detaje, lypët punë. Po. Në vendin ton, ka shumë ndoshta që po depërtojnë shpejt, por mandej po e kanë probleme me mbajt atë sukses. Çka mendon ti këto? Si është? Pa e shumica e kongëve në ditë sotit që dalin janë, me thonë, një mujdet. Për çfarë arsye Një mundon mujdet. kjo? Po është shumë ngarkesa, abden. Edhe, a di pse? Po shumë artista? Jo, a di çfarë problemi? Është problemi që nuk është diçka shumë e veçantë. Ashtu, po. Nuk është shumë e veçantë që domethënë gati si të njëjta janë. Nuk është diçka e veçantë që më thonë, që kjo dhe kjo ka mungu fort, abden. Që për shembull ka ki reperat e vjetër që janë prap para 15 vjet ju dalë këngë, se 20 vjet prap i ngohet, domethënë që ato janë ngojnë klube sana, se është jo hit, po mega hit. Domethënë është që i kalon ato nivelet. Ashtu, në rregull. Edhe me këtë ta çojmë që ndoshta shumë artista po janë sezonal, apo nuk e sheti kështu? Po ai ke bua dikush po dhez në TikTok për shembull del sana, edhe dhezi që kjo tana e kongën e 2-3 zhgile e krejt, lan. Për kam po vuj këtu konkretisht? Po e ka plot shtatërit. Ka plot që kanë dhezë në Ka TikTok? të mirë, po, ka të mirë, ka, po shumica janë dapt. Shumica janë dapt. Do. A vëden shtatërit janë shumica dapt, do më thonë Çka do? Çka e çunti nuk do? nuk kanë tekste për shembull. Tekstet i kanë Njëra- shumë dapta, po. Tekstet i kanë shumë dapta. Fryen shumë a vëden kur të set sanin, qa kum bo, knena kur zho heq, a vëden. Do me thonë, Po, marketingu ndoshta e bojnë në nivel shumë të lartë, mirë, po produkti Edhe i blejnë, Nuk është i vjusat, cilësisë. mas pari vjusat i blejnë, më shumë. edhe i blejnë. Po, sigurisht, ka është plot që i blejnë. Jo plot, po shumica. Ku po domethënë, bazohesh te që i blejnë? Pse po mendon po, realisht? blejnë, mas ka se
për shembull mbrana një nate vishon konga për shembull 3-400.000. A vëdën, tu që na jena me të natën të e këshyrë që ka qita ai artisti i ri për shembull një konga, a vëdën. Po thu që është e pamundur në tregun ton me u bë 300.000 klikime brenda një nate. Kush dush le të çet kongë. Kush dush. Ka artista shumë që i në rinj këtë shifër. Po ka artista po jo aq shpejt, a vëdën. Jo aq shpejt, për shembull, sa e më njerëz që shtin 200 ty. Për shembull brenda natës 1 milion. A vëdën. Qysh është e mundur që se realisht kjo është një akuzë, po besoj prej teje për shumë repera. Nëse ata e morrin si thon këtë, po ne të morrin çu çdo. se ka shumë që arrin këtë shifër. Ne të morrin çu çdo, se realiteti është ashtu. Të shtofru ty me blej klikime ndonjëherë? Po normal çdo artistit Jo vrojnë të mundësi. Unë mendoj që është biznes, më shumë a vëdën. Është biznes. Po, biznes për mu do kishonet që komponi kong. A vëdën, pse edhe unë muj mi bo për shembull në YouTube, muj mi blet 2-3 milion. A vëdën. Kur ka mundësi për shembull me bo një spot, një kong të shtrajt, a vëdën, muj mi ble edhe 2-3 milion viewsa edhe mi abo vetit qefin, a vëdën. Po kështu nuk e funksionu asnjëherë ti. Po jo, se veç që më thonë, veç ja bon vetit qefin edhe nuk është që mbrin diçka, veç harxhit pare. Ashtu. Eli, unë po du pak me fol edhe për ty, se e dim që kohëve të fundit je duke përveç si reper, ndoshta jetu mirë pak edhe me anën profesionale me prodhimin e instrumentaleve, nëse nuk ja bëj. Po, Po në studio goxha shumë. Ja ku mis me mësu pe Don Arbasit, a vëdën? Sa është e vështira? E kom bo një mini studio, nashta me thonë në shpe, Okej. edhe po mësoj, pi boj dosana, a vëdën, po mënona me bo dosana, ja ku mësu kogja dosana, normal, ka puna, është sa një gjonë, a vëdën, Ashtu. që shka thonë një fjallë sa të rënën bësana, a vëdën, Po. nuk është e letë, nuk është e letë, po ja ku mis dosana do demo, dosana pi baj, a vëdën, po mirë është. Edhe po besoj që ta leton punën goxha shumë ty, nëse veç realisht e prodhon edhe vetë një bit. Po e sigurisht, po normal. Edhe Unë është, çdo aspekt. edhe një bit, për shembull, me dosh me bo një kong, me ble, kushton, nuk është lirë. Ashtu normalisht. A vëdën, bide ma e lirë është 300 euro një bit Po. me ble, a vëdën. A po mendon ti nëse e ushtron mirë këtë profesion, me prodhu vetëm për vete, apo e ke synim edhe për artista tjerë? Edhe për vetë, edhe nëse arri atë nivel, do më thonë me mësu në mënyrë profesionale, atëherë pse jo edhe me shit. Edhe me shit, biznes, pse po. jo. Deri më tani, a ma e lehtë si reper apo si producent për ty? Duke i po fillimet e karrierës si reper, edhe tash si producent. Ku po shemë shumë vështirësi që ka pas? Unë producent nuk jam, a vëdën, po Për realisht që ke fillu, po në rregull. mësu, kështu nashta edhe për vete, a vëdën, ma shumë Okej, edhe për po një vete. krahasim me kohën fillim kur ke fillu me hip hop. Ma vështirë është Dy startet, mi trego cila më e vështirë për ty. ma e vështirë është normal për me rregullu një kong aty për me nivelizu zonin ato sa Sa me është koshëm. miksimet e këtu. Po, okej, ajo është mësohet gradualisht, po edhe për me bo një kong, lypet punë shumë. Se Ashtu. duhet në detaje me shkute, dush mos me bo gabima, vëdën. Po unë nuk e lodhe kryt për konga, vëdën, se kur e bëj Don Arbasi është e kryn Ashtu, do më Perfekt. thonë, ja beson punën Ohu. do nërbasit edhe është gjithë që okej. tjetër nivel. Në rregull, Eli përfon nëse ki edhe një përshëndetje për gjithë shikuesit edhe ata që për cilin ty. Një përshëndes krejt, edhe i ftoj me mjek, Në rregull, faleminderit shumë, kënaqësi që respekt ishe për krejt. në studion e emisionit 05. Ambet e juve për ftesën. Respekt. Me ishte emisioni 05 ishte kjo e të ratë që kemi përgatitur për sot. Deri çtu në ardhshme, natën e mirë.